Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar në rrjetin e tij social një bashkëbisedim me qytetarët, teksa ka folur dhe për zgjedhjet e 11 majit. Kreu i qeverisë u shpreh se do të nisë një cikël takimesh në fuqinë e tyre kryesore, që janë gratë dhe vajzat. Rama tha se zgjedhjet po afrohen dhe do të shihet qartë se kush do të zbresë dhe kush do të bjerë më 11 maj, duke shprehur edhe një herë bindjen e triumfit të partisë së tij. Ndryshe nga të gjitha herët e tjera dhe në nesër do ta nisim fushatën zyrtare me një cikël takimesh që do të zhvillohen në të njëjtën kohë. Dhe natyrisht që në këtë cikël takimesh që do të zhvillohen në të njëjtën kohë, ne do të jemi së bashku me fuqinë tonë kryesore, që janë gratë dhe vajzat. Kreu i qeverisë shtoi se Këneta do ta ketë të vështirë të bindë shumicën se nuk është Kënet dhe se asnjë prej tyre nuk mund t'i bëjë gjërat më mirë se ai dhe Partia Socialiste. 0000 në fakt është 0000 shanset që ka Këneta që të bindi shumicën që nuk është Kënet. Dhe prandaj vetëm hum. Jo vetëm presidentin francez Emmanuel Macron, po për herë të parë Shqipëria do të presë në një vizitë zyrtare një kryeministër britanik. Në komunikimin live me ndjekësit, kryeministri Edi Rama bëri me dije se homologu i tij britanik, Keir Starmer, do të vijë në Shqipëri për një vizitë zyrtare para samitit të komunitetit politik evropian që do të mbahet në vendin tonë më 16 maj. Rama tha se për herë të dytë në Shqipëri kthehet në një vizitë zyrtare dhe presidenti francez Emmanuel Macron, vizitë që do të përkojë në mes të muajit maj, në ditët kur në Tiranë zhvillohet edhe samiti, në të cilin do të marrin pjesë liderit më të rëndësishëm të Europës.